quar Mramlila, lindur në Lezhë. Më dërguan në shtëpinë e fëmijës në Edimore. Oh love, do you see us down here? Oh love, do you see us down here? Oh love. Në vitin 2015, hallet që kujdesi për mua u sëmur, dhe pas disa muajsh ajo ndroi jetë. Halla shkoi për gjithmonë, dhe shpresat e mia përfunduan aty. Sytë më mbushën me lot dhe thash: Zot, çfarë po bëj? Zot, ku jam? A ka shpëtim për mua? Unë quar Mramlila, lindur në Lezhë. Nga mosha 1 muajsh deri në moshën 2 vjeçare jam rritur me gjyshit e mi në fshatin e Thomanës. Pas arës në jetë 1 muaj më pas, prindërit e mi më praktikën dhe vazhdojnë secili jetën e tyre. Më dërguan në shtëpinë e fëmijës në Edimore. Derisa halla e babait tim vendosi të më merrte nga aty dhe të kujdesej për mua. Më mori të jetoj me të në qytetin e Fushkujës, dhe aty nisi një fazë e re e jetës time. Ndjeja se diku përkisja, dhe tashmë kisha dikë që kujdesej për mua. Në moshën 10 vjeçare mora për herë të parë pjesë në një takim fëmijësh në Kish, dhe ndjeva që brenda meje duhet të vazhdoja të isha pjesëmarrëse edhe në takimet e tjera. Hera parë në një kishë ngjyllore për mua ishte shumë e çuditshme, sepse kur nuk kisha përjetuar një dashuri të tillë nga njerëz që nuk e kisha takuar kurrë më parë. Vitet kalonin dhe teksa rritesha, shikoja ndryshimin nga shokët e mi, që ato kishin prindërit e tyre. Unë kërkoja atë çka më mungonte, prindërit, dhe mundohesha të gjeja diçka që të më plotësonte e të më mbushte atë boshllok në zemrën time. Edhe përse shkoja në Kish, ndjehesha akoma bosh dhe kërkoja të përmbushja veten duke bërë gabime të ndryshme. Në vitin 2015, hallet që kujdesej për mua u sëmur, dhe pas disa muajsh ajo ndroi jetë. Në ato kohë, situata për mua u vështirësua, pas u gjenda i vetëm dhe pa një vend ku mund të qëndroj i sigurt dhe i qetë. Halla shkoi për gjithmonë, dhe shpresat e mia përfunduan aty. Më pas, një qift, pjesëtarët e kishës që frekuentoja, vendosën që të më merrin të jetoja me ta, e të më strohonin në shtëpinë e tyre. Muajt e parë ishin të vështirë për mua, pasi ishte një sfidë të përshtatesha me të jetuar në një familje, e gjithashtu të kaloja dhimbjen e madhe që kisha brenda meje. Nisa të shoqërohesha me njerëz problematik e të jetoja në një mënyrë jo të mirë. Më pas, disa muaj të tjerë kam jetuar në shtëpinë e pastorit tim Dag, ku u përballa me një realitet tjetër, ndryshe nga ai çfarë isha mësuar. Aty njoha më nga afër Zotin, lutesha dhe lexoja Biblën, pa përsëri për shkak të cilëve jo të mira, larguam sërish të qëndroj disa muaj tek një qift tjetër, pjesëtar të kishës. Duke parë të gjitha situatat dhe problematikat që kisha, vendosa për të larguar nga Shqipëria. Doja të nisja nga e para, dhe së bashku me një shok, krijova mundësinë për të larguar. Arritëm në Itali, në Milano, ku njohëm disa të tjerë shqiptarë. U përballa me një realitet tepër të vështirë, nga ato që i kisha parë vetëm në filma. U bëra pjesë e shoqërive jo të mira dhe gjërave jo të mira. Ndjehesha mirë duke shitur drogë ose duke vjedhur, duke bërë gjëra të tilla, por përsëri kylte diçka në zemrën time, një ndësie boshllëku. Shumë net pa gjumë, duke konsumuar substanca të ndryshme edhe alkool, por asgjë se mbushte boshllëkun në zemrën time. Vazhdova të merresha edhe muzikë hip-hop, duke kërkuar të heq mendjen nga gabimet e mia, të kërkoja të mbushesha brenda meje. Faktikisht muzika më ka pëlqyer që kur isha fëmijë, sepse aty mbështetesha në momentet e mia më të dobëta, edhe ku kisha mundësinë e vetme për të shprehur. Gjatë kësaj periudhe, në raftin tim të rrobave të mia mbaja Biblën. Çdo natë kur e shikoja, pendohesha për gjërat që bëja. Ndërkohë që vazhdoja të jetoja në këtë mënyrë jetese, ka pasur edhe raste që jeta më është rrezikuar në disa momente, por çdo nuk ka pasur hir edhe asgjë s'më ka ndodhur. Kam qenë pjesë edhe në një qendër komuniteti për minërend, ku aty isha shumë problematik për strukturën dhe drejtuesit. Isha pa një drejtim në jetë, i vetëm në rrugët e Milanos. Pas 2 vitesh marr një mesazh nga pastori im, që nuk e prisja dhe më çuditi shumë, i cili më njofton që do vinte në Milano të më takonte personalisht. Gjatë vizitës së tij diçka ndryshoi në zemrën time. Isha shumë i prekur nga fjalët që ai më tha dhe ndjeva një pendes të thellë për sjelljen dhe mënyra se si kisha filluar të jetoja. Sytë më mbushën me lot dhe thash: Zot, çfarë po bëj? Zot, ku jam? A ka shpëtim për mua?
Pas disa muajsh vendosa të thesha në Shqipëri, ku mes shumë njerëzve të njohur që kisha pa takuar, takova edhe një mikën time, që e njeh që kur ishim të vegjël në takimet e kishës. Kur e pash, pas shumë kohash mendova t'i shkruaja, por vetëm pas disa përpjekjesh vendosi të më përgjigjej. Përgjigjja e saj ishte shumë e qartë, që mund të ishim shok vetëm nëse unë hiqja dorë nga gjithçka, përfshirë muzikën e keqe, që isha përfshirë dhe unë tashmë isha jo apasionuar. Nga ai moment nisi një ndryshim rrënjësor në mua. Ishte sfidë të hiqja dorë nga çdo gjë që tashmë ishte pjesë e jetës e përditshmërisë time. Ka qenë një moment shumë decisiv në jetë, për të larguar nga shoqëria edhe rruga, por mendimin e Zotit edhe mendimin e saj dhe të njerëzve rreth rrotull meje, ja dola. Dhe jeta ime mori një rrjet tjetër, ku jam shumë i lumtur, i qetë edhe i përmbushur. Shoqja ime që sot është bashkëshortja ime ishte një vegël që Zoti përdori për të ndryshuar jetën time dhe për të larguar nga ato rrugë që kisha zgjedhur më parë. Tashmë jam pjesë e një kishe në Itali. Pasioni im për muzikën rap sa vjen dhe shtohet. Bëj muzikë rap për mbretin. Gjithashtu jam pjesë e një labelit të muzikës së krishterë, ku kam pasur mundësinë të njoh shumë artista të krishterë edhe të bashkëpunoj me to. Zoti na deshi që nga fillimi dhe na ka krijuar për një qëllim, pavarësisht nga vim, kush jemi, pavarësisht prej ardhjes apo historisë sonë. Ti që po dëgjon këtë histori, mbasi mund të jetë edhe historia jote. Ju do them që Jezusi Krishti nuk do braktis kurrë, kur të gjithë të kthehen kurrizje. Zoti është aty. Ai na don me dashuri të përsosur. Zoti është me ty dhe ai është për ty. Ashtu siç thotë edhe tek Romakët 12:12. Le të jemi të gëzuar në shpresë, të qëndroshëm në shtrëngime dhe këmbgulës në lutje. Zoti ju bekoft.